in your arms. Kiss me slow in the dark. Mirëmëngjesi nga një vlog tjetër këtu në kanalin tim. Tani po iki sepse do dal me gocat Rozin edhe Belën në treg. Do blejmë disa gjëra që më duhen mua për studio dhe me këtë rast ju e dini që shkojmë tek të përdorurat. Kësaj radhe kemi marrë edhe Rozin. Qofim, inshallah do kemi fat, se ajo punë është me fat, jo me inat. Si që shikoni, unë jam akoma për gjumësh, nuk kam pirë kafe, sepse lash ta pi me gocat, se ndryshe më bën 3-4 kafe dhe më mirë e pi andej. Ja, Rozi tha që s'kishte fat. Tregojmë që qeset të 1.000 lekë do t'jap ty. Ti kam dhënë me pikate. 1.000 lekë ti se bën. Kemi ardhë në një zgarë se na u qa hunda nga qoftet nga tregu. Qa më shumë edhe po. Unë dhe nipsi im. Kemi ardhë te kjo zgara 5 maj, nuk kemi qenë në një herë në jetë. Ti na sollën këmbët. Këtu na sollën këmbët. Do po më keni Jam. në shtëpi. Hello, goca! Pavarësisht se jam shumë e lodhur, se isha edhe në studio, nuk filmova. Isha me vërtet shumë e lodhur, i mora preson Belës. Nuk e di nëse e dini, presoterapia është ajo që të shtyp. E vendosa të këmbët se i ndjeja shumë të lodhura. Edhe tani thash, para se të fus në lavatriçe rrobat që gjeta tek të përdorurat, thash t'ju a tregoja se pastaj po i hekurosa, po i vura në përvënde hajti gjej më mirë ju a tregoj kështu. Gjithashtu këto ditë s'kam pasur fare nerva për të filmuar. Nejse, po për mua kjo, se ju doni video. Shikoni sa shumë gjëra kam gjetur një herë. Ishte dita jo me fat dhe shqyqyr edhe Rozi gjeti shumë gjëra, se ajo ishte hera... se kishte ardhur një herë tjetër, më duket me ne. Po nga që ishte dhe Rozi me ne dhe thash të paktën të gjej ajo dhe ajo gjeti goxha gjëra të bukura, por nuk ju a tregoj dot tani. Do ju a tregoj vetëm të mijat, edhe Bela gjeti. Ishte dita e këmishave dhe nuk e dia u ja kam treguar koleksionin tim të këmishave, po unë i kam shumë fiksim, më pëlqejnë shumë dhe i kam nga të gjitha ngjyrat, nga të gjitha modelet dhe kam marrë nuk e di se sa shumë këmisha ti numërojmë tani bashk. Njëra është kjo. Kjo është e HMs. Nuk mund ta lija se ishte kështu me pika, oversized e HMs. Çik masë e madhe, po kështu më pëlqen oversized. Më pëlqen shumë kjo këmisha. Tjetër, këmish tjetër me vija. Prap e HMs, që i ka super po super materiale. Shikoni, sa e bukur. Materiali super. Shumë e bukur dhe kjo. Kjo pastaj, unë vdes për gjëra me flutra, me kështu, nuk e di se si quhen këto. Po vdes për këto detajet kështu. Edhe kjo ishte qershia mbi tort. Edhe kjo e HMs. Fix masa ime, 36 me pika. Shumë e bukur dhe kjo. Kur ti vesh do ja u tregoj. Gjithashtu nuk kisha në koleksionin tim këmish oversized, boqelli dhe ja ku është. Në fakt kjo është masa S, por shumë e bukur. Po e HMs, po. Jo, më falni, që ka e mangos dhe material super. Shumë e bukur. Këto i gjeta në të njëjtin vend. Pastaj, këto ma gjeti Rozi. Shumë e bukur, unë vdes për këtë ngjyrën, është e Zarës, masa S. Është me mëngë të shkurtra, ka dhe këtë shkëlqimin kështu, se tani është e rudhosur, po është yll, nuk e di se si do ta kombinoj, po edhe kështu është një yll i vërtet. Shumë e bukur. Edhe këmish leopard, e kam një, po jo tamam kështu. Tani unë po hedh syt këtej nga këmishat, qa kam, qa s'kam. Kjo, me sjete i dukshme, që vdes për këtë dhe ka këtë që lidhet këtu. I love it. E kujt është kjo? Kjo ishte e shenjit. Masa M, fix.
Shikoni sa e bukur është. Tani, vazhdojmë. Shkova në një vend që kishte en kuzhine, por nuk gjeta si fijanët që doja unë. Dhe shikoni pak që gjeta, një gjë kështu vintage. Dhe e mora vetëm për 1.000 lek. Shumë e bukur, më pëlqen shumë. Do ta heq nga kjo qesja. Tjetër, gjeta këtë gjën. Thash pse jo, nuk e di si do ta vesh, si do ta kombinoj, po këto kanë dalë shumë në mod. Është e Stradivarius, është tip kanatierje, tani që vjen dhe vera, është shumë e bukur. Edhe sikur mos ta vesh, vetëm 1.000 lek kushtoi. Kështu që ja vlente. Vazhdoj unë dhe gjërat e verdha, i adhuroj, nuk e di pse më pëlqen shumë kjo ngjyra butter yellow, mbaroj. Kjo lexon Street One, por me thënë të drejtën, më shumë te kjo më pëlqeu materiali. Nuk duket në video aq e verdhë sa është në të vërtet, por materiali i kësaj është, nuk e di çfarë materiali ka, nuk e di nëse duket, por super e mirë, më pëlqen shumë. Street One që ka firma, po shikoj mos ka në një etiket për materialin, por nuk po e gjej. Pra një gjë me pika të hëmës. Shumë e bukur dhe kjo. E bardhë, do më thonë kam një këmish të zezë me pika të bardha, tani kjo është e bardhë me pika të zeza. Më pëlqen shumë fare kjo. Gjithashtu i mora një bluzë mamit, nuk e di nëse do ma pëlqej, por materiali i kësaj është fantastik. Patricia, që ka një markë kështu italiane. Shikoni e thjesht dhe ka këtë si me 2 jaka këtu. Më pëlqen shumë edhe kjo. Më tepër për materialin e mirë që ka. Këto ishin gjërat? Po, nuk kam të tjera. Këto ishin gjërat që unë mora. Mjaftueshëm janë se dua akoma unë. Janë shumë të bukura gjitha. Tani t'i fusim, t'i disinfektoj mirë e mirë. I hedh pak açe për rroba me ngjyrë. Më duket sikur mi disinfekton ajo. Edhe t'i laj mirë e mirë që t'i kemi t'i veshim. Ja ku erdha përsëri. Shikoni çik sa bukur që duket, po shikoja nga jashtë. Kemi hequr këtë skenën jeshile, këtu të bëjmë diçka super të bukur. Jemi në punime e sipër. Gjithashtu dhe këtej. Do bëjmë shumë gjëra të bukura. Në zi po i pres, se tani do vinë. Shikoni pak sa të bukura janë të kërpudhat, mbarova fare. Edhe kjo shpiza ka dalë shumë e bukur, Po ka që është për fëmijë pra. Tani u bën shumë skena të bukura. Që të gjitha janë shumë të bukura. Se nuk duket gjë akoma. Edhe ti me Selinën? Kush, do një kishte një mene. Gjëndja. Që sa bukur ka dalë kjo. Lëmsh. Kashta. Përshëndetje nga dita tjetër. Unë jam veshur. Kam veshur jeanset Levi's edhe jam veshur me të zeza. Shikoni sa më shkon. Do bëj buzët me lip gloss edhe do iki sepse po më pret Bela, do gjejmë një tapet vintage për skenën më të re që kemi bërë tek Marleni. Edhe do marrim edhe disa lule artificiale për një sken, gjithashtu një sken tjetër kalamajsh. Por mund të përdoret dhe për të rritur ajo skena, shumë e bukur. Po mendoja tani, po sikur të vendosë një kapele, ta thyej pak, se po shoh kapelen tu. Thjesht që
të prish flokët, no. Jo, jam më bukur kështu. Të lyej pak buzët edhe ika, ndërkohë unë nuk kam hedhur akoma vlogun e thethit. E di që kam lënë nam, por nuk kam çfarë të bëj sepse kam pasur 100 gjëra për të bërë. Do mundohem sot mos editoj pak, mund të kem pak kohë të lirë nga darka dhe që ta postoj nesër që është e diel, do zoti. Domethënë ndihem shumë keq kur nuk editoj, kur nuk jam aktive, por nga ana tjetër mendoj që ajo është punë më vete dhe që të jesh aq konsistente dhe të jesh aq strikte, domethënë duhet mos kesh punë fare dhe mos të punosh, të merresh vetëm me YouTube-in. Unë jam munduar edhe pse kam pasur shumë vrull pune, kam filmuar, por puna është tani kush ulet para kompjuterit dhe të editoj. Nëse, mendoj se doja dal. Gjithashtu po merrem dhe me disa gjëra që doja u tregoj pak më vonë në një vlog tjetër. Mezi po pres t'ju a tregoj. Po merrem me shumë gjëra njëkohësisht dhe prandaj nuk mund të postoj dot aq shpesh. Po vendos këto syzet. Edhe po marr çantën po lën se vetëm kjo më ndaron dhe kam shumë gjëra këtu brenda dhe nuk ka shans që unë të marr çantë të vogël. Sepse më duhet një çantë e madhe dhe përtoj tani ta boshatis këtë. Okej, shkon me ripin të paktën. Për YouTube. Po sistemojmë me skenën në këto lulet e bukura. Pra të zgjan aq bukur sa live, po s'ka gjë. Hold me close in your arms. Përshëndetje. Kiss me slow in the dark. Let's start time, make it ours. Jam këtu në balkon, po ka pak zhurmë edhe jam bërë gati. Kam një orar në studio dhe nuk jam zbukuruar për në studio, por do dal për darkë sot. Do ikim tek Artigiano. It's not what it seems. We could wake up like it's all just a dream. T'ja vem njëra të vazën? Tell me, baby, will you Po jo, nuk duhet t'jetë në mes, më miranash. feel my Ose t'jetë kështu si e çrregullt. I don't think about it often. Jam shumë e mërzitur tani, se kam bërë disa foto shumë të bukura të një shtatzane dhe ajo nuk donte që t'ja postoja. Ndihem shumë keq tani, se më kanë dalë aq bukura ato fotot, ndihem shumë inat. Love my soul like it's ours. T'ja hedh me zor. Why are we worth more Okej, after we did? kur nuk kuptoj ato që nuk hedhin bebat, jo, ato i kuptoj. It's not Shtatzanat nuk e di, si kuptoj dot. like it's all just a dream. Tell me, baby, will you think about me when about it often? I don't wanna be forgotten. Sot, edhe pse është ditë e diel, kemi shumë punë në studio, sepse do rregulloj disa skena, do t'i vendos lulet. I kam bler lulet me belën atë ditë, edhe thash të hapja kamerën, t'ju tregoj pak çka kam veshur, se sikur s'po më ngjisim si shumë këto. Apo shkojnë. Ose të vesh në një xhaketë të zezë më mirë, nuk e di. Megjithse në teg është vap, se do iki në teg të blej ca gjëra te Jumbo, do pi dhe një kafe me mamin. Edhe pastaj do shkoj në studio, do mundohem të editoj, të rregulloj skenat. Edhe kështu ndonjë pastrim të vogël pastaj. Tani jam në dyshje për këtë xhaketën, është e hollë.
ashtu si që duhet të jetë, se këto ditë kam shumë vap. Por nuk e di, me 2 mendje e kam. Ose po e mbajmë më mirë se do ta heq gjithsesi sa atje është vap. Por në fakt më gjante shumë bukur kur e mbyllje. Gjante shumë bukur bluza poshtë. Shikoni, çfarë po bluza? Kjo këto. O zot, sa të bukura të gjitha këto, por janë shumë domodha. Sa po mbarova dhe tani po iki pak tek Bela, se jam pa ngrënë, domethënë pa ngrënë. E hëngra një krep, po duhet të ha drekën. Edhe kështu, tani duhet me u fut kundra vajtje këtu. Bravo Eva. Shikoni vështirësit e studios dhe vështirësit e jetës. Sa po erdha në studio, shikoni pak që mrekullie është kjo skena e dashuroj. S'ka përfundu akoma. E kam vënë telefonin si për kendit këtu, si që shikoni këtë rozën. Tani, kam shumë punë për të bërë, do sistemoj kuzhinën që do ju a tregoj tani. Por fillimisht do ju tregoj pak se çka kam bler tek Tegu sot. E filloj me gjërat e vogla që mora tek Flying Tiger. Prit. Tani, këto janë mbajtëse për vezët, sa të bukura që janë. Por unë dhe Rozi i kemi përdorur zakonisht për kafe, sepse pim kafen të shkurtër ose gjysëm. Po janë shumë cute dhe i mora një Rozit, një për vete. Këto janë service napkins, që quhen këto. Peceta, që unë i marë kështu për foto më shumë, se sa për funksionalitetin që kanë. Më pëlqyen shumë me këtë bletën këtu. Janë 2 copë të njëjtat, më duket po, të njëjtat. Edhe tjetër, mora një gjë që më pëlqeu shumë për ndonjë salcë për në verë me këtë peshkun, ose për salcën e sojës kur ham sushi, më pëlqeu shumë kjo, kushtoi 2000 lekë më duket. Tjetër, mora dhe një filxhan, më në fund e mora filxhanin që mund ta pikturoj vetë, se kisha fiksim. Ja t'ja u tregoj. Shikoni pak çaj qeset madhe ka. Tani, me qëse më doli, kam bler një tapet që doja vendos kësaj skenës të bardhë që shikoni këtu. Shikoni pak. Me si po pres, ta shikoj se si ngjan aty. Por doja u tregoj pas pak. Ky është filxhani që do pikturoj. O zot, sa më pëlqen kjo pamja këtu. Këto gjërat janë ato që do vendos te kuzhina, për kalamajt që kemi bërë si skenë. Gjithashtu ka marrë një kështu që do t'ja var atje. E di që është për lule, por unë do e var atje për dekor. Ka marrë për të larë xhamat, sepse këtu janë xhamat shumë të mëdhenj dhe ka shumë xhama. Megjithatë, kjo ishte për makinë, por zakonisht më qellojnë të këqija këto, do provoj edhe një herë këtë. Ose të gërvishtin xhamin, ose nuk e fshin mirë pjesën e ujit. Kjo është xhaketa ime që kisha me vete. Atëhere, këtë që me ka marrë për shtëpi, po mund ta var dhe këtu te kuzhina, ta shohim. Këto të dyja i ka marrë thjesht për dekor të kuzhinës. Inshallah po më shkojnë. Gjithashtu ka marrë këtë tasin që ta mbush kështu si me miell. Më pëlqen shumë, domethënë ka dhënë Zoti punën e ëndrave. Mbaroj të dekoroj gjëra dhe ja ku jemi.
Ka marr këtë te Jumbo. Nuk e di si do jetë, se ka marrë ndonjëherë këtë llojin. Po duket kështu si me xixa, nuk e kam iden kur t'i bëj vezët e pashkëve, se i bëj çdo vit. Do e shikoj. Fatura mirë, nuk kanë shkuar shumë, 40.000 lekë. Edhe këtë e mora ta var tek balkoni, se nuk kisha një kështu që varet, Easter. Gjithashtu mora dhe këtë. Do më pëlqente shumë të skina me lule që kemi ne, t'i shtoj pak detaje të pashkëve. Në qoftë se nuk e përdor aty, do e përdor në shtëpi. Këto e mora unë për fotot që bëj. Ose nuk e di, ose këtu në studio mund t'a le diku. Karfica se unë i përdor këtu në studio. Edhe ma pasyri këtë fotoprops. Dhe çdo gjë që ka lidhje me fotot, unë fat e marr. Nuk e di nëse do ta përdor, por është shumë cute, e lezetshme. Këto ishin gjërat që mora, kur i hap kështu duken si pak. Dhe tani do fillojmë me kuzhinën, do ja u tregoj tani, sa ta sistemoj se ma ka bërë Giulio dje kishte ca punë, ma ka bërë rëmuj këtu studion. Fillimisht do mbledhim këtë sfondin e bardhë, që është bërë pak pis. I gjithmonë e presim. Përdoret shumë fare. Opa, pas kam tjeri qik këtë të sezon. Tani do vazhdojmë të dekorojmë këtë kuzhinë mirë. Bukë për kuzhinën e Marlenit.
Përshëndetje. Jam bërë gati se do dal pak, do iki të takoj gocat tek ish puna, edhe mbase pi ndonjë kafe me ato, dhe pastaj do iki tek doktoresha, sepse më kanë dalë puçra nëpër trup dhe është alergji, pyeta dermatologen, dhe më tha që duhet të shkosh në një alergolog. Shikoni, jam mbushur, edhe më duket shumë e rrezikshme, po nuk shkova. Jam mbushur edhe në përgishta. Gjithashtu më kishin dalë edhe këtej mbrapa nga kurrizi dhe u tremba, me thënë të drejtën, dhe nga ora 2:30 kam lënë një orar. Shikoni pak, kjo është njëra nga këmishat që kam bler tek të përdorurat. Është e shenjit. Edhe e kam kombinuar sigurisht me këto pantallonat e zeza të preferuarat e mia. I kam vënë këtë rripin, por po më bezdis se si rri këtu. Edhe kam parë ca video që me elastik flokësh, por nuk jam duke u marrë me atë punë tani. Edhe kështu, make-upi është ky. Gjithashtu shumë e vështirë të stilosh balluket. Domethënë, nuk është e vështirë stilimi kaçurelave, por këto balluket mlodhin pak. Besoj këtu duhet më fut. S'di këtë zgjedhi Bela. Unë kam kollaj fare me këto preferuarat e mia. Jam në parkim dhe këtu është super dritë e keqe. Por doja t'ju tregoja pak se çfarë më tha doktoresha. Me thënë të drejtën, nuk është se mu duk shumë e mirë, por më tha që mund të jetë pickim insekti. Dhe unë e bëra lidhjen se u mora pak me lulet të balkoni, ndoshta, ndonjë insekt mund të ketë pickuar. Edhe këto puçrat ishin përhapur në për trup, por nuk e di tani cila është e vërteta, se kjo puna alergjisë është pak gjithsesi, mua më dha disa ilaçe që unë gjithmonë nuk i marr. Sa herë më japin ilaçe alergjie, unë nuk i marr, se them do më kaloj vetë dhe gjithmonë më ka kaluar vetë. Kështu që do pres edhe sot, se kam shumë bezdi, por shumë bezdi të pi ilaçe. Do pres edhe sot, në qoftë se gjendja më agravon pak më shumë, do filloj t'i marr, por nuk besoj se më duket gjendja më mirë. Pavarësisht se puçrat janë përhapur, por nuk më kruen aq shumë sot. Kështu, mos bëni si unë, merrni ilaçe. Përshëndetje. Kam kohë pa ju folur në kamera, sepse nuk kam bërë shumë xhirime, nuk e di fare se çfarë xhirimesh kam bërë më përpara. Por sot është ditëlindja e Rozit, do dalim pak për kafe tani dhe në darkë do ju marr me vete se në cilin restoran do shkojmë dhe çfarë do veshim. Kjo është arsyeja pse unë tani kapa flokët vesha kostum sportiv, se në darkë do vishem kështu pak më ekstra. Nuk e di fare se çfarë do vesh, por do ja u tregoj. Gjithashtu kam qenë duke u marr me shumë gjëra. Edhe një prej tyre është një gjë shumë e bukur që po punoj. Edhe së shpejti kam për ta nxjerrë në YouTube, nuk e di se kur. Dhe shoh që gocat kur bëj një ask në Instagram më pyesin pse nuk nxjerr vlog, goca më falni, por nuk nxjerr dot më shpejt. Do mundohem shumë që sa herë të kem mundësi të xhiroj edhe të editoj, por nuk ju premtoj vlogje shumë të shpeshta. Më mirë të jenë cilësore se sa të jenë kështu, hajtë po bëj vlog kot.
Sot do ju marrë me vete tek ditëlindja e Rozit, siç ju thash, tani po dal për kafe me grupin, me Belën, Brielin, Gjulion, Rozin, Leksin, edhe kështu një kafe në lagje. Pim një kafe të shpejt, por na zuri shiu, ishim ulur jashtë, pastaj ulëm brenda, edhe tani po iki në shtëpi. Në shtëpinë time nuk e di pse vinë kaq mace të bukura. Ndërkohë bika një shi i pisët që ta bëra makinën zhull. Unë me zi po pres që të rregullohet mirë koha dhe të bëjmë zgarat këtu. Pas zbukurojmë çik dhe të nxjerrim ato ulset. Unë bëra make-upin. Mendoj se ka dalë shumë bukur. Edhe tani mos më shifni kështu se nuk do vishëm akoma, se nuk po gjej çat vesh. Kam veshur poshtë një kështu body të zi, që mund ta kombinoj me ndonjë xhaketë të zezë ose kisha këtë opsionin, shikojeni pak, këtë gjën që mund ta hekuros pak, jo kështu, me këto bermudat. Dhe sipër në një gjë tjetër, nuk e di. Po dhe këtë nuk e kam veshur fare dhe më pëlqen. Se si rri, domethënë. Ta provoj një herë me një bluzë sipër. Ja shikoni. Më pëlqen si duket. Oro do ndrem vena më. Po që nëse nuk të kap, ja. Kap vetë. Valla fasës. Stonje te me xiku tonje. Tani. Edhe ti.